Record video. Kemi ngritur rrethin 4 orë në TikTok. Kjo do të thotë që ju mund të vini dhe të bisedoni me ne drejt për drejt, me emrin tim dhe mbi emrin tim, me fytyrën time, live në TikTok. Të bëni pyetje në mënyrë anonime, të shfaqeni aty edhe me pseudonim. Unë i dëgjoj pyetjet dhe ju përgjigjem. Në një bisedë të tillë, drejt për drejt në TikTok, që ne quajmë rrethi në 4 orë, është një diskutim demokratik, ju keni të drejtë të bëni çdo lloj pyetje. Dhe një nga pyetjet më të rëndësishme është kjo. Përse fjala shqipe shtamë dhe shtambë ngjan me fjalën greke stamnos? Unë beta pa frym. Kjo është fjalë arvanitase. Në pamje të parë duket sikur është huazuar nga greqishtja. Mirë po, në greqisht emri është në gjinin mashkullore. Po të ishte ky huazim i pastër grek, atëherë do të ishte në gjinin mashkullore në gjuhën arvanitase. Problemi më i madh është ky. Nuk ekziston asnjë toponim grek me emrin Stamnos. Pra, vajza që më pyeti mua, zonja, ngriti këtë problem. Në qoftë se kjo do të ishte fjalë greke, do kishte toponime, emra vëndesh me emrin Stamnos. Mbeta pa frym. E vërteta është se të gjithë kanë kaluar në qafshtam. Është zalli i shtamës në mat dhe qafshtama pranë krujës. Ka dhe vende të tjera me emrin shtam. Thash do të ishte ndonjë rastësi. E kërkoj në të gjithë fjalorët grek, nuk ka jo vetëm absolutisht fare asnjë toponim me emrin Stamnos, por nuk ka dhe derivativ. Pra po të ishte kjo fjalë greke, do kishim fjalë të prejardhura nga fjala Stamnos, kështu ndodh gjithmonë. Greqishtja krijon fjalë të reja. Prap isha skeptik. Vendos të hap fjalorin e Aleksandrisë. Dhe po pija kafe dhe u derdh kafja, më ra filxhani nga duart. Në fjalorin e Aleksandrisë në Egjipt, thuhet që fjala Stamnos nuk është fjalë greke. Si ka mundësi? Kjo është në greqisht. E pa greqishtja merrte të gjitha fjalët i lire, dhe gjuha greke është në fakt një enciklopedi. Këtë kanë thënë shumë studiues shqiptar, edhe arvanitas. Në fakt, gjuha shqipe ka mbjetuar sepse shumë fjalë të ilirishtes janë përthithur nga greqishtja. Do ta shikojmë në filma të tjerë. Dhe ilirët flisin një dialekt shumë të ngjashëm me greqishten. Në fakt, unë mendoja se ilirët ishin grek. Problemi është ky. Në ilirisht është stamna, është gjinia femrore, si në shqip. Është toponim ilirësh, vetëm në Iliri. Pra gjendet tek Arbanasi në Kroaci, gjendet tek Arbërit në Shqipëri, gjendet tek Arvanitasit në Greqi, në fshate të ndryshme. Grekët i heqin këto toponime. Po të ishin toponime greke, ata do i kishin mbajtur. Pra nuk ka asnjë toponim grek sot, Stamnos. Unë hap enciklopedinë e Bizantit. Thash, si ka mundësi që një fjalë greke mos ketë asnjë toponim? Nuk ka asnjë toponim në greqishten e lashtë, as në greqishten homerike, as tek ionët, që shkruanin dialektin ionik, me të cilën është bërë Iliada. Nuk ka në Iliada asnjë toponim grek me emrin Stamnos. Dhe kulmi është ai që emri Stamnos shpjegohet në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë sikur të ishte fjalë huaj. Mbeta pa mend. Pra nuk ka toponime Stamnos, nuk ka derivativ Stamnos, nuk ka toponime të lashta Stamnos, dhe shpjegohet si fjalë e re në greqisht Stamnos.
një enë prej balte, në fakt përdoret në gjuhën homerike me 2 vesh për të mbajtur ujin dhe me 3 vesh për të mbajtur vajin. Ata që mbajnë vajin janë djemë të rinj, të fuqishëm që mbanin këto shtamba shumë të rënda. Mi po ne kemi parë figura sklavesh në Greqi me shtamba në kokë, siç i mbajnë shqiptarët. Pra të zot ju betohem. Janë në figurat greke. Atëherë si ka mundësi që këto e kanë në figura, mbahet nga gratë në kokë, por jo nga gratë greke, nga sklavet. Si shpjegohet një gjë e tillë? Pra, greqishtja është gjuhë enciklopedike, prandaj ka mbijetuar gjuha shqipe. Fjalët e përbashkëta shqip-greqisht mund të jenë fjalë të përbashkëta. Pra mund të kenë të njëjtën origjinë. Në greqisht përdoret edhe stamnion, që është fjalë përkëdhelëse, asnjansit, por në greqishtën e lashtë, nuk është në greqishtën e sotme, nuk e kuptojnë grekët ç'është stamnion. Edhe kjo sqarohet në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë. Është problem. Përse shpjegohet një fjalë greke për grekët? Është një lloj sikur të shpjegosh fjalën mali në shqip. Një kodër e madh ku ngjitesh. Bësh kaçak, kullot delet. Po ti do më shpjegosh mua fjalën mali? Keni parë ndonjë fjalor që të shqirohet dhe të tregohet fjala shtambë? Jo, çdo njeri e di, është dhe toponim, qaf shtam, zalli shtamës. Në greqisht nuk është. As në greqishtën e lashtë, as moderne, nuk ka asnjë toponim me fjalën stamnos. Kulmi është në një moment shumë të rëndësishëm, Hezikiusi i Aleksandrisë shpjegon që rojet e shtamave ishin djemë të ri. Stamnuroi. Merrni frymë thellë. Stamnuroi vjen nga stamnos, që i thon qypit, dhe ouros i thon rojes, si në shqip. Pra fjala roje ka ardhur nga ouros, tmerr. Edhe kjo është huazim grek. Roje vjen nga ouros, llaftar. Stamnuroi janë rojet e shtamave. Në shqip është shtëmbari. Nuk më shkoj më përpara ndërmend, është shtëmbari, njeriu që mban shtamën, por është dhe roje. E pra kjo është vetëm në shqip dhe në greqisht. Një person që mban shtamën. Ne kemi portrete grekësh që nuk mbanin shtama. Aristokratët nuk mbanin shtamën. E thon vetë grekët, ishte fjalë huaj për ta. E kanë marrë nga ilirët që mbanin shtamën. Shtamën me mjalt, shtamën me ujë, shtamën me vaj, shtamën me qumësht. Pra është fjalë ilire. Pra ilirët ishin shtresa e skllavëruar e grekërve. Nuk kanë fjalë. Mbeta pa fjalë sot. Pra procedura është e tillë. Ne dalim drejt për drejt në TikTok. Është radio televizion në të njëjtën kohë. Mund të flasësh fare pa figurë. Në mënyrë anonime. Bëj një pyetje ose mund ta shkruash pyetjen. Në qoftë se është serioze, unë e lexoj. E marr parasysh, jap një shpjegim gjatë transmetimit live. Pastaj ditën tjetër e sqaroj me enciklopedinë e Bizantit, me fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë. Në qoftë se aty shpjegohet, atëherë kjo është fjalë e re për grekët. Dhe unë kam zbuluar shumë fjalë të tilla që grekët nuk i kuptonin dhe i sqaronin. Pra i kanë marrë nga ilirishtja. Që grekët nuk e mbanin shtamën, ti je të sigurt për këtë, sepse ata merreshin me filozofi, me art, po ashtu edhe me pushtime. Pra ilirët ishin shtresa më e ulët e popullsisë. Pra ilirët ishin shtresa më e ulët e popullsisë.
Kjo fjalë ka hyrë edhe në gjuhën armene, por nuk është bërë toponim. Ka hyrë edhe në gjuhën e banorëve të Kaukazit, por nuk është toponim, ka hyrë nga greqishtja, sepse atje kanë patur koloni të ndryshme. Edhe në Armeni, grekët kanë patur kolonitë e tyre. Kjo është e natyrshme. Po kjo është e frikshme. Stamnouroi është një lloj si shtë-mbari në Shqip. Mbajtësi i shtamnës, edhe roja i shtamnës. Ishin në mos sklever të paktën një shtresë e ulët e popullsisë. Aristokratët nuk ruanin shtamnën. A kuptoni apo jo? Tani, ne nuk e gjejmë dot. Kjo që dihet është që në ilirisht është gjinia femrore, shtamna dhe shtamba, dhe në helenisht është gjinia mashkullore, stamnos. Këtë mu them unë. Kuptohet që grekët të thonë që ju e keni marrë nga ne. Arvanitët të thonë ju e keni marrë nga neve. Ky problem nuk zgjidhet dot. I përket lashtësisë. Atë që dim me siguri është që arvanitët ose arbanjotët e lashtë kanë të njëjtin emër me çamët që quheshin arbena, jo çamë. Këtë kam mësuar unë. Kjo është gjë e më rëndësishme. Pra, përse po grindem unë me të gjithë shqiptarët? Atyre është ngulur në kokë emri Pellazg, sepse sipas tyre Pellazgët ishin banorët më të vjetër të Greqisë dhe gjoj ato janë shqiptarë. Hiqni dorë nga këto marrëzira. Kjo na ka penguar neve që të gjejmë të vërtetën. E vërteta është që ilirët kanë qenë shtresa e ulët, gjithmonë e skllavëruar, ose shtresa në shërbim. Jo thjesht skllave, po ata që ruanin shtamat, e thonë vetë grekët. Nuk ishin grek. Pra ishin njerëz të shtresave të ulta. Nuk ka asgjë të keqe. Pra kjo provon që ne kemi bashkëtuar me grekët. Dhe kjo është arsye që gjuha shqipe ka mbijetuar. Kemi qenë në simbiozë me grekët. Ata kanë qenë shtresa sunduese, aristokrate, elita, administrata, ne kemi qenë popullsia. Për këtë arsye arvanitët janë shpërndar kudo në Greqi dhe toponimet arvanite janë në Greqi dhe janë edhe më të vjetra se sa në Shqipëri. Pra arvanitët nuk kanë ardhur në shekullin e 15, siç thonë grekët, nga Shqipëria. Është mashtrim. Dhe këtë e pohon fjalori Hezikusit të Aleksandris. Këto rojet e shtamave nuk ishin grek. Ishin njerëz të shtresave më të ulta, sklever, ose me një status të ulët në shoqëri. A duhet ta festojmë ne këtë ngjashmëri midis greqishtes dhe shqipes? Unë them që po. Popujt e tjerë ku ta gjenë që të kenë një provë që t'jenë në Ballkan ose në Gadishullin Ilirik. Ne i kemi provat, gjuha shqipe. Mos gërmoni kot se vetëm do gjeni kocka ushtarësh grek me bishkrime greke ose kocka sklevësh ilir. Por bishkrimet janë greke. Pra, hiqni dorë nga arkeologjia fare. Nuk do gjeni bishkrime shqipe. Arkeologjia e Shqipes është në shtresat e gjuhës shqipe. Aty është e gjithë mrekullia, gjuha jonë ka mbijetuar. Edhe sikur të ishte huazim nga greqishtja, kjo tregon që ne kemi qenë për jetë pranë njëri tjetrit. Ju ftojmë në biseda të tjera drejt për drejt në TikTok, është shumë demokratike dhe është më e mirë se sa rrethi katror. Nuk ka asnjë lloj teorie konspirative, sqarojmë fjalë të ndryshme, përdorim fjalor, konkluzionet nxjerri vetë si lexues dhe si dëgjues. Ne gjejmë vetëm ngjashmërinë midis fjalëve helene, latine, shqipe. Sepse këta janë tre popujt më të vjetër të Mesdheut. A nuk është mrekulli që gjuha latine nuk jeton, gjuha shqipe jeton? Kjo duhet festuar. Gjuha shqipe, gjuha më e madhe perandorisë botërore, gjuha latine është gjuhë e vdekur. Edhe greqishtja e lashtë është gjuhë e vdekur. Çuditërisht gjuha shqipe mbijeton.
duhet të gjejmë arsyet pse. Prandaj ju ftojmë në çdo mbrëmje në diskutim demokratik në TikTok. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pra regjistrimi është bërë tani për TikTokun, ndërsa regjistrimi me telefonin tjetër është bërë për YouTube-in.